Ramza ka thonë që ne edhe për kundër që ka pas qëndrime tjera të partive politike, Vedri Ramza ka dalë ka thonë ne duhet me i votu marrëveshjet edhe konvent edhe me ratifiku marrëveshjet ndërkombëtare. Pra, PDK ka shku në çdo takim Alel. Ka shku në çdo takim që ka thirr Albin Kurthi me vetëm qëllim që me dalë sa më shpejt nga kjo situatë, edhe nashta me paramendimin që e kemi ditë se çfarë loje po lunë dhe çfarë po mundot. Veç ta përfundoj. Edhe ne kemi qitë disa kritere, sepse ne jetojmë në demokraci, edhe kushtetuta jonë e epiqendër ka dialogun edhe kompromisin. Alel që këta e kanë mytë, e kanë vëra llovaç. Edhe dialogun dhe kompromisin që është baza e demokracisë. A mendon që kemi kështu Albin Kurthin në 2 raste të paktën, atë kur dështoi për antarësim Këshillit të Evropës, atë kujtohet, ka qenë dështimi më i madh i qeverisë Kurthi, edhe ju ftojnë takim edhe ju shkut edhe temu bë, apo shkojmë zgjedhje. Edhe u harrua ajo punë. Po favori ka pak kështu. U mshel dera Këshillit të Evropës ku gjë kërkuj. Ne nuk e kemi bë favor kërkuj. Unë mendoj që ne qytetarët e Kosovës janë lodh për partive politike të cilët e kanë vetëm një qëllim edhe një vendim blokadën. Çfarë ka dash me bë PDK-ja ndryshe ka qenë është që ne jemi të interesuar me debloku. Edhe kemi qitë kushte. Kemi vendos kushte me cilat ne jemi të gatshëm që të operojmë. Edhe ne e kemi thënë zotit Kurthi, ne e kemi thënë